Top Fare. Në këtë pjesë të dytë të Top Fare. Qa balade, qa na kujtoj? Mua më kujtoj 9 vjeçar. Mua më duket vetja shumë i plagur kur gjoj këto këngë. Sa vite ka kaluar. Ne kishin kaluar me vërtet shumë vite. Shumë vite kanë kaluar. Vash më pusë na bësu kur nga 60 vjeç, se 37. Po muzika jote 100 vjeçare, ç'ke? Ka fjalë muzika, ç'na doli. Kush është ky zë? Dhe një zë tha vëngon nga lumi. Ju e dini sepse ne e kemi lançuar, por e meriton një hyrje alla se Juli i bën shumë bukur këto hapi. Jepet për të shkruar Erik, her pas here. Po si e ka dhe kam jam munduar të derdh pak talent në këtë prezantim tëndin. Ashtu ë? A mund ta dëgjosh lutem? Patjetër. Edhe pastaj në fund thuaj ti vlen ti s'vlen. Jam i sigurt që vlen përderisa ai këtu. Sot në studio kemi një këngëtar që ka një faj të madh. Çfarë faj ka? Ka faj ai, sepse shumë histori dashurie në Shqipëri kanë filluar me këngët e tij dhe shumë ndarje janë përcjell përsëri me këngët e tij. Po, dhe ky është faji i tij. Por faji mbetet gjithmonë një tim, tha. Kur ai këndon në balad, ose të kujtohet dikush, ose të merr malli për dikë. Po. Me një karrierë të gjatë me 20 që publiku e njeh që në notat e para, sot është një nga emrat më të dashur të baladës shqiptare. Po ai u përmend, po ti thuaj emrin që unë të duar trokasën fort. Erik Lloshi. Bravo! Se çfarë kur duar troket për veten. Jo, në rast konkret po do trokas për Julin, po. Për Julin, për fjalimin që mbaj. Ta mbajmë apo si thua? Patjetër që po si disa prej ty që tha janë të vërteta, sidomos ajo që kam çik faj për pjesën. Ke faj. Si fillim dita jote sot si ishte? Top Fare apo Tap Topi? Dita ime sot ka nis me duke qeshën 4 pak të mëngjesit, sepse ishte ditë që vendosa ta xhiroja. Ta pranofte ta letësot. Nata e 4 sipas kalendarit të gjë, bismillah, sot ma Zoti më përnoft të them edhe vet. Ishte ajo që një goxha i lehtë, nuk e di. Gjithë ditën kam qenë rrugëve, nuk e se kam në shtëpi që kam. Nuk e ndjeve si thua. Jo, po kam qenë duke lëvizur dhe ishte edhe goxha vap dhe për çudi nuk e se kishte një problem. Diku nga ora 5. Po. Kur filloi bashortë apo gatuan dhe të gjërat mirë aroma. Po çfarë? Aty u kujtoj që pas vetë shiko, se nga 2-3 herë pa vetë dije, njeriu shkon se ishte për fat keq, unë nuk e kam mbajtur dot agjërimin, ishte dita ime e parë, se e mbaj. E rëndësishme është që e mbajte. Edhe vajtat e arra që po bënte atë pjesën e kapa një moment dhe i lash prap, pa vetë dije, thash po dali thash. Shkoj te. Atë kishte bërë ndonjë gjë të mirë për iftar bashkëshortja? Po mashallah mirë, mirë, nuk jepet ka dorë. Mirë, jepet shumë vallai. Jam me fat nga kjo pjesë. A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Pra dalin borxhet jemi dhe ne qet tjerë dhe ti qet. Bjeri me top plako. Bjeri me top fare. Bukur fare. As mos e vrit me ne fare. Po ne nisëm me ajo është ajo. Kthehemi 17 vite pas në kohë. Mos gabofshim. Pak a shumë, mos të japim shifrën, po 17 ose 18 diçka e tillë. Me ajo është ajo. Po, me 16 vjet në Top Fest. Se po bëj llogarit për këngën me Marizën se janë bërë lëmsh tash. Ja, ajo me Marizën, ajo ishte 20. Po tani kur kthehemi 16 vite, çfarë është mendimi i parë që të vjen në kokë kur e dëgjon këngën ose kur sheh videoklipin ose nëse mund na thuash për shembull ndjesi parë kur dëgjoj atë këngë dhe shumë balada të tjera si duken pa ty ku të kam parë afër vetes të gjitha aty janë produkte të Tridos Production, produkte dalë nga studio Flori Mamajezi, një kompozitor si Kledi Bahiti, i producent si Flori Mamajezi. Ka qenë një nga produktet mia më të bukura, 8 vjeçari im i bukur jetës time. Kështu që kam punuar me ta shumë. Ajo është ajo personifikon komplet Tridos Production, kështu që normalisht me interpretues siç jam unë. Tjetër që kam vlerat e mia në kontributin tim në ato lloj pjese. Është pa diskutueshme që ka qenë një kohë e bukur, ka qenë një kohë kur ne kemi ngrit vetëm kupa, do të shkonin sepse punonin si ekip. Te ishte Real Madridi më. Ishte Real Madridi që të vjen keq që s'ke pas Instagram atëherë Erik. Që ti hidhje për shembull foto se tani një gjë të bësh e hedh, po imagjino kur bëje gjithë këto fitore. Ti ka qenë kështu, ka qenë një kohë shumë e bukur sepse fitonte me të vërtetë ai që donte publiku, nuk kishte, domethënë që ti imponoje dikë të dëgjonte diçka. Okej. Dhe gjë më e bukur kjo ishte, sepse e pëlqeni dhe e dëgjoni dhe kur e shikoje veten domethënë që në netët që afonte në netët finale kur gjoje që kënga ishte bërë virale në radio. Po aty ishte njësia mace radio. Kur shkoja pallati i kongreseve që mbas në mes të këngës të ngrihesh në këmbë, kësh pak. Dhe nuk dilje dot nga pallati i kongreseve.
Këto kanë qenë ato momentet e bukura për shembull, imagjino mos dalësh. Ramosaj, Beatrix? Jo, Argentinë, jo se. Jo, po Brazili. Angelina më duket. Ramosaj më duket, po, nuk mos gaboj, ka qenë Argjier. Dani. Si e kemi vajze, ata një Google like. S'ka që ata s'din kush e shkryti. Jo, dhe unë e kam harruar sepse ka shumë kohë që më. Po, si një shiti ike. Edhe kam qenë edhe unë, ka qenë edhe disa, ka qenë edhe Arkimedi aty. Po, Argentina më ka. Argentina ka, të kërkojnë ndjes kolekt që të rash me to. Ja po Brazil tash. Bëre gol ti po. Në Top Fest 9 ka qenë disa këngë që ka qenë Tredos Production dhe ka qenë po prap finale. Kështu që këtë më kujton emrin Tredos Production. O Erik, po ndërkohë që po të dalim, le që sot është e hënë, nuk dilet, po të dalim fundjavave në blok. Edhe tulemi diku në një lokal pa përmend emra, edhe të dëgjojmë muzikën që luhet aty. Si mendon, ka ndryshuar nga koha kur ti dilje dikur në blok? Muzik live mo? Po. Ku ka mo? Nuk ka më? Pse ne ishim diku? Po, mund të ketë një maksimumi. Nuk ka më Po, muzikë. me aq me informacion që kam një është, mos i përmendim emrin. Po, mos bëjmë reklam. Duket aty ishim edhe ne, edhe dëgjuam muzikë live. Jo, e vjen vetëm vonë që kanë ngel për muzikën, po nuk janë prapë për muzikë të huaj. Po, e drejt. Shiko, shofi tendencë të producentave, të artistëve, të këngëtarëve, që mundohen të bëhen shumë anglez, mundohen të bëhen shumë amerikan, mundohen si është shtetit. Po çikosh Saremën Italis. Po. Që kishte dy këngë mrekullueshme, që ishte një Erman Metës dhe çmimi i parë që fitoi që nuk më kujtohet tani. Po. Erman Meta pëlqen goxha, Stella Stelina, këngë shumë e bukur. Do të ka kaluar identitetin e tyre siç ka qenë Saremo dikur. Dhe është rikthyer muzika italiane siç ka qenë dhe ka pas super fam. Ndërkohë që 3-4 vite përpara ka munduar të rikthejnë ato bitet moderne dhe gjërat. Okej. Muzika italiane është muzikë italiane, muzika greke është muzikë greke, muzika shqiptare do të jetë muzikë shqiptare. Jo e miksuar me këto tjerë. Nuk ka pse tjerë. të miksohet dhe të mendojmë ne të bëjmë atë që bën në anglezi, nuk e bën dot ti më mirë se sa ai. Nuk e bën dot ti rapin më mirë se amerikani. Po pse është tendenca jonë si shqiptar që të shkojmë? Ose bërë Snoop Dogg Amerikës, nuk bësh dot. Po pse kemi këtë tendencën o Erik sipas teje që të përpiqemi të jemi si të tjerë dhe jo të kemi autenticitetin tonë? Nuk e kuptoj, sepse ne kemi një lloj do të thënë si ta them, një lloj autoktoni. Po, kemi qoftë sepse kemi tradit, kemi një lloj historie muzikore, mira keq. Siç bën mikse sonte që merret muzika jugut me muzikën e veriut dhe përpunohet një muzikë të lehtë, muzikës lehtë, nuk po flas vetëm për popullore, popullore. Mund të marrësh nota që janë shumë bukura të folklorike dhe ti përshtatesh për të bërë muzikë lehtë. Dhe nuk ke pse përshtatesh për të marrë diçka që vjen nga jashtë. Okej. Se shoh që është në kohën e fundit kërkesat e producentëve që merren me organizimet e gjërave janë të shikoj se si është këtu, si është atje. Jo, atëherë nëse ti tret Erik Lloshin ose punon me Erik Lloshin për të bërë këtë gjë, një koncert, një diçka, lëre në dorë për të bërë pjesën e vet, ose mos atje. Ose Angela Pristerin, ose Vedata Demin, që ka pjesën e vet, ose Eugen Bushpepën, që ka pjesën e vet, se kemi plot, edhe Eugen këndon muzikë të huaj, do të thonë muzikë të huaj, po ideja është kur kalon muzika shqiptare, ka një repertor. Ka një repertor të vetin tamam, do të thonë me këngë të veta që ka shumë. Si që notat e para ti e kupton që është shqip, po them. Jo është shqip, është Eugen Bushpepa. Është Vedata Demi. Është Erik Lloshi. Jo, është Erik Lloshi miksuar me Bruno Mars. Okej. Kemi pak shkëputje publicitare, rikthehemi sërish. Erik, mos i kthi, se kemi edhe këto janë këto. Okej. Çfarë patja ai më shumë që ty nuk ta dhash unë? Ma thuaj. Jo, ti s'e bëj përshtypjen. Këto më zonë e ngushtë. Sinkroni. Jemi kok fare që të dy. Po kemi bërë edhe kanto. 5 vite kanto për këtë gjë. 5 vite vesh muzikë vetëm për të kapur këtë emër i kthyer. Ka dalë shumë spontane, edhe si thosh e patentuam edhe po e mbajmë neve. Është mënyrë e bukur. Ke qenë i ftuar, ke folur e stërfolur për Big Brother dhe eksperiencën në Big Brother. Por duhet bëjmë vetëm një pyetje. A mendon se personazhet që publiku i njeh mirë është dashuruar, po themi, ka dëgjuar gjatë gjithë kohës, kanë një lloj presioni ndryshe nga ata paksa më të rinj, se kanë më shumë pritshmëri, në rasti konkret ti? Jo, shikoj, unë do të them diçka.
Po të shikosh në gjitha edicionet e Big Brother. Shumica e njerëzve që janë të njohur, ose kanë një emër. Po. Asaj mirë është ky Juli, s'ka gjë, mos lëvisti. Faleminderit. Thonë nesër I ka rregulluar mikrofonin. Bravo Jul. Jul rregulluesi mikrofonave. O Juli po ma rregullon dhe mua se miku. Dhe po thosha këtë gjë. Do të thënë që po të shikosh gjithë njerëzit që janë aktorë, si për shembull në rast konkret do përmendja Eugjenin, Stinën, Stinën, Nestin. dalin shumë shpejt. Pse? Sepse ne kur dikush është i panjohur për ne, sidomos brenda shtëpisë, kur shikojmë dikush që mundohet shumë, i lëm hapësira sepse nuk e kemi nevojshme që të njihemi, si xhama njohin. Pra ti ke kaluar vizën e kuqe. Po jo, po ideja është kjo bën që të ngelesh mbrapa në lojë. Okej. Duke qëndruar pak më të hequr nga të tjerët. Edhe kjo bën që të eliminohemi më shpejt se sa të tjerë, sepse nuk i japin rëndësi pjesës të njohur, se mendojmë që na njohin, ndërkohë që publiku jashtë dashurohet me njerëz që janë të rinj për të parë një ose janë gati të bëjnë ca gjëra më. Eriku e dim kush është, po ky kush është. Okej. Ky është kurioziteti i njerëzve që gjithmonë bëjnë më shumë emër dhe bëjnë më shumë boom, domethënë në këtë lloj edicioni, në këtë lloj formati, po. Këtë lloj formati, po. Kështu mendoja. Okej. O Erik, ne kemi disa pyetje që janë, le të themi, nuk janë reale, po le të futemi pak në atë botën e imagjinatës. Janë zgjedhjet dhe kandidat për kryeministër të muzikës janë dy persona. Je ti dhe një tjetër. Kë do doje të kishe përballë që të kandidonit për kryeministër muzike, që kur ti merrni do ta kishe një kandidat fort, që pastaj ti të bëje ligjin për muzikën në Shqipëri. Është supozim, i lë shumë plumbat. Jo më, unë do zgjidhja Flori Momajesi dhe do e hipja voltët e vet Flori. Ku ka më bukur se thosh kush të mundi Flori Momajesi. Po Allah, do e hipja voltët e vet Flori, dhe pse do isha konkurrime. E kuptoj. O Erik, e supozojmë që i fitove ti zgjedhjet, jo Flori. Pra je zyrtarisht kryeministër i muzikës. 3 këngëtarët që do i bëje ministra, që do i kishe në kabinet. Florin e ke në opozitë, tham, do ta kesh kundërshtar. 3 tjerë. Okej, Angela Peristeri, Aurela Gaçen edhe Alban Skëndera. Bukur shumë. Tulemi çik në detyrë se kryeministri na I mandatësh. Nëse do të ishe ministër i muzikës, cili do ishte vendimi yt i parë? Domethënë ç'a do zhbëje, ç'a do bëje gjën e parë, vetëm për muzikën. Pra për shembull do hiqje autotune-in ose Jo, po pse, autotune nuk ka lidhje, autotune përdoret në gjithë botën, dhe është diçka që ka përdorur dhe unë, autotune nuk është gjë që të vetëm tregëllon pjesën e stonimeve, po ka dhe ato bukuritë e veta brenda studios. Futemi thellë ashtu nëse. Ideja është një gjë që s'pëlqen muzikë tani. Ose një gjë që do dohet ta bëje që s'bëj. Do njerëzit që nuk këndojnë realisht. Të tipi si nuk këndojnë. Njerëzit që nuk ditë këndojnë. Që me të vërtetë rregullohen nga studio dhe edhe vetë kur e dëgjojnë nuk e besojnë atë që. Okej, njerëzit që nuk këndojnë. Jo, për pjesë e zhanre, fare se kanë të zhanre, se çdo njeri ka drejt të bëjë zhanrin që do. Ja bër këngëtarët që agjentë imobiliar. Po, çamo në buzë 1-3, domethënë jo një, tani ka filluar në 3 veta 2 këngëtar, njëse. Pse zgjedhin që të bëhen këngëtar? Ç'a ka? A ka fam, a ka lek, ç'a ka? Duket shumë burr, domethënë vjen ka njerëz që vjen punojnë në emigrim. Po? Në vite kanë 2 lekë, kujtoj se po të bësh muzikë vetëm në përdasme fiton lekë. Okej. Dhe shumica njerëzve që jetojnë në provinca, në rrethe, në shumë mendojnë që të kapin dasmat. Edhe po të shikosh është shtuar shumë numër që këndojnë muzikë popullore më. Dhe jo që s'këndojnë muzikë popullore, po s'këndojnë as për të kënduar, nuk e kanë ide. Nuk i din këngë. As lloj zhanri, jo muzikë popullore. Erik, po këta kontingjenta a prishin tregun për shembull, sepse ulin çmimin. Po prishin, patjetër që prishin, sepse ka shumë njerëz që futen rrugën e muzikës, bën një këngë, 2 këngë, vetë pastaj në lokal, gjë që ne besoj që asnjë prej bigëve nuk e bën këtë që të marrin telefon lokal dhe thotë merr mua. Unë për shembull në jetën time nuk e kam bërë kohë, edhe s'kam për ta bërë. Sikur dhe pa punë ngel. Ka pas raste që kanë ngel edhe pa punë, ditë që ka qenë ditë feste që kanë pas bosh dhe nuk e kanë marr. Mundimi që të marr dikën telefon dhe të them që shko se po vion, po. Kurse këta e bëjnë për herë, e bëjnë çdo ditë vitit këtë gjë. Dhe të prishin punë, sepse nëse unë marr 5 lekë, ai kërkon gjysmë leku.
Gjysmë lekë gjithë repertorin tim. Knonda ajo është ajo. Shumë kam djallë, jo është se kam marrë mundimin ta këndoj deri sot. Nuk e këndojnë dot. Përveç se këngëtarëve tamam që Okej. janë big me emër. Të mirë fjalë. Ta këndoj për shef, po ideja është marrë dhe këndoj repertorin, s'ka si ju, s'ka si ne, që është imi Angela Presterit, afër vetes të gjithë aty këngë ritmike se ditë sot me njerëzit ka nevojë edhe çik për kërcime për gjëra. Dhe këta e marrin sikur ka nevojë vetëm të frem, por jo, por një njeri ka nevojë të pidhë kot vetë dhe dëgjoj një artist përpara. Okej. Dhe në ai lokali thotë shikoj se u më mirë po marr këtë që më këndon një tjetër këngë se sa të marr Riko dhe të marr 10 fishën e këtij. I bie shku. Harrojnë që figura ime është tjetër gjë në krahasim me figurën e tij, sepse Normal. një lokal që bën një event nuk pretendoj që të fitoj nga ai event, por të japi një lloj klasi vendi që ka. Edhe i lloj imazhi, po Po Erik, sa vite tu deshën që pagesa që merje të përmbushte. Pra, erdhi një kohë, mbase 5 vite, 10 vite ku ti këndove në një koncert ose diku edhe pagesa që more the që nga e mirë kjo. Domethënë kur e pati ti satisfaksionin e parë monetar, që i pe frytet muzikës. Shiko, nuk e kam menduar kështu. Në fillimet e mia nuk e kam menduar, kam shkuar edhe pa lek fare. Okej. Për të arritur atë që kam dashur, kam kënduar edhe për 20.000 lekë. 20.000 lekë vjetra. Po, kur punonin në blok, të paktën në Lizard, ne paguheshim, kemi qenë në 7 veta, paguheshim në barabar 350.000 lekë vjetra dhe këndonin nga ora 8 deri në orën 5 mëngjesit. Çfarë thua ore? Po. Domethënë jo pa pushim, më bënin 5 sete dhe këndonim dhe kishim lokalin plot, dhe fitimet ka qenë marramëndse të lokalit. Domethënë krijuam një bazë, një diçka dhe në momentin që u ngrit gjithë kjo gjë, aty ishte domosdoshmëria e një menaxheri shumë të fortë. Po. Që ta menaxhonte gjithë si grup, që as instrumentistët që ishin shumë të mirë dhe u bën shumë të njohur. Po. Dhe as këngëtari, siç kam thënë, unë kam qenë punoja bashkë me Ersiana Matmujën, që ka fituar festivalin, ka shkuar në Eurovision. Po. Një super këngëtare. Kam qenë unë dhe Ersiana dhe ka qenë dhe një grup prej 5 vetash. Ka qenë dhe Frenci, ka qenë një djalë shumë i talentuar, Francis Maçka, cilin e përshëndes nëse nuk e di nga bëhet, ka shumë kohë që nuk dëgjoj për të. Ka qenë djalë Shava me violonçel. Po. Ka qenë grup shumë i fortë, Ermal Pepa, Visi, Besi, Bismishani, kitar, një nga muzikantët më të mirë sot. Po, lekët kur more lekët e mira. Dhe mbasi ka kaluar kjo gjë, ne nuk mendonin për lek. Po. Mbasi kaloi kjo gjë dhe fillon të mendonin për lek, dhe fillon të mendoni që shikoj se do të jetë kjo gjë kështu, pa vendimin e një menaxheri aty u prish çdo gjë. Okej. Patjetër që ka pasur një moment që unë kam vendosur me gjërat e mia, ka pasur momente që kemi marr shifra marramëndse, dhe në shifrat që kemi qenë Standard. Kohët e fundit ka i 5 vjeçare e fundit, po ka pasur, ka qenë pothuajse i ndar. Si thosh ditë bardha. Ky 5 vjeçare. As 5 vjeçare, po 3 vjeçare fundit. Tu ja pa hajrin. Bukur shumë. Bukur shumë. Okej, që shohim ne nuk janë reklamave. luajtur më. Okej. Çmimi nuk negociot. Ikëm reklama.